Zëdhënësi i policisë rajonale në Prizren Togeri Shoqir Bityqi jep njoftime shtesë për vjedhjet në Krusht të vogël të Prizrenit dhe Leshan të Suarikës. Ai njofton se më 22 mars 2026 në rajonin e Prizrenit janë raportuar 2 raste të vjedhjeve të rënda. Në rastin e parë në fshatin Krusht të vogël, persona të panjohur kanë depërtuar me forcë në një shtëpi ku dhe kanë vjedhur stoli ari dhe para të gatshme në vlerë rreth 22.000 euro, sipas deklarimit të viktimës, ndërsa në rastin e dytë në fshatin Leshan të Suarikës, po ashtu persona të panjohur kanë hyrë në një shtëpi dhe kanë vjedhur stoli ari dhe para të gatshme në vlerë rreth 44.000 euro, sipas deklarimit të viktimës. Sipas informatave fillestare, në të dyja rastet të dyshuarit dyshohet se kanë vepruar gjatë orëve të mbrëmjes, në kohën kur në shtëpi nuk ka pasur persona prezent. Në vend të ngjarje kanë dalur njësitet policore, hetuesia dhe forensika, ndërsa janë njoftuar edhe hetimet rajonale. Policia e Kosovës, përkatësisht hetuesit nga stacioni policor Prizren Veri dhe Suharik, në bashkëpunim me sektorin rajonal të hetimeve, janë duke ndërmarrë veprimet intensive për zbardhjen e këtyre të dyja rasteve, njofton Togeri Bityqi. Ndërto me prodhime vendore.